Këtu është horoskopi i shtun 25 tetor 2025. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Një ditë tjetër me ulje ngritje, veçanërisht në familje dhe dashuri. Keni shumë probleme për të zgjidhur dhe shumë ide në mendje. Kontaktet tuaja, ata që duhet t'ju japin leje për t'u larguar janë të paqarta dhe të pasigurta. Demni. Ju keni pasur probleme me para, për shtëpinë kohët e fundit, është më mirë, por ka një barë mbi shpatullat tuaja, nëse jeni i martuar partneri juaj kritikon gjithë kohën. Në dashuri ju murmurisni shumë. Binjaket. Do të duash të gjesh një dashuri që të emocionon, dhe nëse e ke tashmë, mos e lër të ikë. Një gjestë bujarie duhet të bëhet ndaj një personi në nevojë. Gaforja. Kjo është një periudhë e vlefshme për t'u përpjekur të ndërtoni mirëkuptime të reja ose, nëse dëshironi, të takoni njerëz të rinj dhe më stimulues. Është koha për ndryshime. Luani. Ka nga ata që po mendojnë për një shtëpi, por u duhen para. Në dashuri ka pasur shumë konflikte, tani duhet të kuptoni nëse duhet të vazhdoni të besoni. Virgjeresha. Nëse një dashuri nuk shkon mirë, tani flisni qartë, por është e vërtetë që mund të bëni njohje të reja. Shpreh gjykimet e tua me kujdes. Peshorja. Jini të duruar sot në marrëdhëniet tuaja familjare dhe shoqërore, mund të ndjeni një mjedis paksa armiqësor. Për shumë njerëz, ka ardhur koha për të bërë zgjedhje vendimtare, qoftë brenda ose jashtë. Akrepi. Ata që thjesht nuk mund të qëndrojnë më një person mund të kenë dërguar tashmë në atë vend. Disa shqetësime për një njeri që nuk është mirë. Shigjetari. Energji etike që ju mbështet në të gjitha nismat tuaja. Në dashuri shmangni ndjeshmërinë dhe afrojuni personit që doni me qetësi. Britsjapi. Vëzhgoni të tjerët përpara se të debatoni, por mbështetuni në një uri që do të keni. Mos i refuzoni ftesat edhe sepse dashuria mund të lindë në këto ditë. Ujori. Në orët e vona të pasdites mund të humbni durimin. Ka një atmosferë të tensionuar në familjen tënde, por ndoshta me shpirtin tënd të gëzuar dhe aftësinë për të dëgjuar të gjithë, do të ndihmosh. Peshqit. Ndiheni plot energji por edhe të tensionuar, duhet ta shkarkosh pozitivisht tek të tjerët. Darka të ardhshme, mundësi për të zbuluar ndjenjat tuaja. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.